Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka gjobitur sërish listën serbe me 30.000 euro pasi ka konstatuar shkelje të kodit të mirësjelljes gjatë fushatës zgjedhore duke pranuar ankesën e subjektit politik Kosovski Savez. Sipas vendimit të martë të mërkurën, PZAP vlerësoi se lista serbe ka vepruar në kundërshtim me rregullat e fushatës dhe detyrimet ndaj kandidatëve duke vendosur materiale promovuese në hapësira publike në rrugën 24 nëntori në Leposavić. Vlen të theksohet se lista serbe ishte ndëshkuar edhe ditë më parë me një gjop prej 22.000 eurosh për një rast tjetër të shkeljes së rregullave zgjedhore. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se votimi familjar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare është i ndaluar. Nëpërmjet një njoftimi në rrjetin social Facebook, KQZ ka bërë të ditur se votimi familjar ndalohet me ligj për zgjedhjet e përgjithshme dhe se kodi penal e cilëson votimin familjar si vepër penale. Vota është personale dhe e fshet, thuhet në njoftim. Në atmosferën festive të Krishtlindjes, katedralja Shën Nën Tereza në Prishtinë u mbush me besimtarë të shumt që u mblodhën për të kremtuar lindjen e Krishtit. Mesha solemne udhëhequr nga famulitari Don Agim Qerkini, i cili përcolli mesazh reflektimi për paqen, jetën dhe marrëdhënien e njeriut me Zotin dhe me veten. Është feste jetës dhe na fton Zoti që ta mbrojmë jetën, ta ruajmë, ta shërbejmë në kontekstin e plot të fjalës që të mund të realizohemi si bijtë e bija të Zotit. E sa shumë plagë ka sot mbar njerëzimin i mbërthyer nga bota materiale, nga hedonizmi, nga jeta për të jetuar sipas ëndjes së vet, dhe çka ndodh? Që ndodh shumë lehtë edhe në jetët e palindjes. Zyrtarë të institucioneve dhe ata të ambasadave të akredituara në Kosovë kanë uruar për festën e Krishtlindjes. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka shkruar se Krishtlindja është kremtim dhe reflektim, urim dhe mirënjohje, besim dhe shpresë. Ai ka uruar që mirësia e Zotit i përcjell gjithmonë besimtarët dhe dashuria për tjetrin të shtohet për herë. Ambasada Amerikane në Kosovë, nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook, u ka uruar Krishtlindje të mbarë të gjithë atyre që festojnë në Kosovë dhe në mbarë botën. Edhe ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka uruar festën e Krishtlindjes, i cili ka shkruar se sot është një kohë gëzimi, bashkimi dhe shprese për të gjithë qytetarët. Ndërkohë, Krishtlindjet këtë vit janë shënuar me mesazhe të fuqishme për paqe, solidaritet dhe dinitet njerëzor nga Vatikani deri në Betlehem e në vijat e frontit në Ukrainë. Papa Leo, në meshën e parë të Krishtlindjes si pap, u bëri thirrje besimtarëve që t'i hapin zemrat për të varfrit dhe të huajt, ndërsa në lindjen e mesme dhe në Evropën lindore, festat u zhvilluan në hijen e konflikteve të vazhdueshme. Papa Leo, duke festuar Krishtlindjen e tij të parë si pap pas zgjedhjes në maj, u bëri thirrje të krishterëve që të hapin dyert për të varfrit dhe të huajt, duke theksuar se besimi matet nga mënyra se si shoqëria i trajton njerëzit më në nevojë. Gjatë meshës së Krishtlindjes në Bazilikën e Shën Pjetrit, Papa Leo tha se nuk ka vend për Zotin nëse nuk ka vend për njeriun, duke shtuar se aty ku respektohet dinjiteti njerëzor, edhe një stall mund të bëhet më e shenjtë se një tempull.
Papa theksoi se dashuria dhe solidariteti janë çelësi për ndryshimin e historisë njerëzore, duke ftuar besimtarët të ecin nga nata e vdekjes drejt dritës së jetës së re. Significa non accogliere l'altro. Rreth 5.000 besimtarë ndoqën meshën përmes ekraneve në sheshin e Shën Pjetrit, pavarësisht shiut. Papa Leo, udhëheqësi i 1.4 miliard katolikëve në botë, pritet të kremtojë edhe meshën e ditës së Krishtlindjes dhe të jap bekimin tradicional Urbi et Orbi. Në Betlehem, vendlindja biblike e Jezusit, është mbajtur meshë dhe kremtime publike për Krishtlindje për herë të parë në më shumë se 2 vjet, pasi festimet ishin kufizuar për shkak të konfliktit të vazhdueshëm në rajonin e Gazës dhe tensioneve në linjën e mesme. Qindra besimtar u mblodhen në sheshin e lindjes, pranë kishës së lindjes, për meshën madhështore dhe paradat festive, ndërsa udhëheqësit klerik, përfshirë kardinalin Pier Battista Pizzaballa, bën thirrje për paqe dhe shpresë në mes të sfidave të pasluftës në rajon. Ndërsa në Ukrainë, luftimet vazhdojnë edhe gjatë periudhës së Krishtlindjes, duke ndikuar thellë në vijat e frontit dhe jetën e qytetarëve. Një raport i fundit tregon se ushtarët ukrainas po përjetojnë ditët festive në kushtet e përleshjeve të ashpra, veçanërisht në rajonet e Donjeckut, ku sulmet nga dronët dhe bombardimet po vazhdojnë. Luftëtarët e frontit shprehin një dëshirë të fortë për paqe dhe kthim në shtëpi, duke theksuar se festat janë bërë një kujtesë e sakrificave të mëdha që po shihen në terren. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë qëllimtare të Kosovës shpreh indigniatën dhe shqetësimin e thellë për refuzimin e dhomave të specializuara në Hag për t'ia mundsuar Sali Mustafës një vizitë humanitare te babait i tij, i cili tashmë ka ndruar jetë pa e parë dhe pa lamtumirën e fundit. Në njoftimin e kësaj organizate thuhet se ky vendim i pashpjegueshëm dhe jo human përbën shkelje të rëndë të parimeve themelore të drejtave të njeriut dhe të çdo standardi minimal të humanizmit. Mustafa është i dënuar me aktgjykim të formës së prerë dhe nuk ka ekzistuar asnjë rrezik për ndikim në dëshmitar apo në ndonjë proces gjyqësor. Refuzimi i një kërkese të tillë humanitare nuk ka bazë ligjore e as morale, thuhet më tej në komunikat. Vazhdojmë me lajme të tjera. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka njoftuar se janë gati për kriposjen dhe pastrimin e rrugëve pas fillimit të rreshjeve të borës në vendin ton. Në njoftim thuhet se operatorët e mirëmbajtjes së rrugëve janë aktivizuar dhe janë në gjendje të plotë gatishmërie në të gjithë territorin e vendit. Ata thonë se janë në gatishmëri që gjatë gjithë sezonit dimror të sigurojnë kalueshmërinë e rrugëve dhe funksionimin normal të komunikacionit. Gjithashtu bëjnë thirrje qytetarëve për kujdes të shtuar gjatë qarkullimit, respektim të rregullave të trafikut dhe përshtatje të shpejtësisë me kushtet atmosferike. Andrea Berisha e shpallur sportistja më e mirë në Malin e Zi për vitin 2025. Vendimin e mori Këshilli Drejtues i Komitetit Olimpik të Malit të Zi pas suksesit të Berishajt në Evropianin e Taekwondus. Taekwondistja Andrea Berishaj është sportistja më e mirë e vitit në Mal të Zi. Vendimin e mori Këshilli Drejtues i Komitetit Olimpik të Malit të Zi. Berishaj është shpallur më e mira në një konkurrencë me 14 sportist e sportiste të tjera. Është ky sukses shumë i madh për taekwondistën e re shqiptare. Berishaj ka fituar medaljen e bronzë në kampionatin evropian për seniore. Ndërkohë medalje bronzi fitoi edhe në botrorin për të reja e po ashtu edhe në evropianin për të reja. Andrea Berishaj është pjesë e një familje të suksesshme sportive nga Malësia. Ajo është uruar nga kryetari i komunës së Tuzit, Lindan Xhelaj. Në emër të komunës së Tuzit dhe në emrin tim personal, i përcjell urimet më të sinqerta bashkëqytetare son, Andrea Berishaj, me rastin e zgjedhjes së saj si sportistja më e mirë e Malit të Zi për vitin 2025 në përzgjedhjen e Komitetit Olimpik të Malit të Zi. Andrea Berishajt i uroj shumë shëndet, sukses sportiv dhe medalje të reja në vazhdimin e karrierës së saj, ka shkruar Xhelaj.
Kim Jong-un ka inspektuar ndërtimin e një nëndetëseje bërthamore dhe ka marrë pjesë në testimin e raketave me rrezë të gjata veprimi në kuadër të përpjekjeve të Koresë së Veriut për modernizimin e kapaciteteve të saj ushtarake. Testimi raketor është konfirmuar edhe nga Korea e Jugut. Lideri i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, ka vizituar një kompleks ku po ndërtohet një nëndetëse bërthamore dhe ka inspektuar punimet që po zhvillohen aty. Ai gjithashtu ka qenë i pranishëm gjatë testimit të raketave me rrezë të gjatë veprimi. Kështu ka raportuar Agjencia Qendrore Koreane e Lajmeve, KCNA, e cila ka publikuar edhe fotografi nga këto aktivitete. Megjithatë, agjencia nuk ka dhënë detaje lidhur me vendndodhjen dhe kohën e vizitës së liderit verikorean. Sipas raporteve, nëndetësja në ndërtim do të jetë e aftë të lëshojë raketa dhe është pjesë e përpjekjeve të udhëheqjes së Koresë së Veriut për modernizimin e flotës detare. KCNA ka bërë të ditur gjithashtu se testimi i raketës së re tok-ajër është kryer të mërkurën pranë bregut lindor të vendit. Sipas agjencisë, raketat e lëshuara kanë shkatruar objektivat në një distancë prej rreth 200 kilometrash. Testimi raketor është konfirmuar edhe nga autoritetet e Koresë së Jugut. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.